duhet me pas kujdes sa i përket zullumit dhe mëkateve që i bën në drejtim të muslimanëve, sepse këto tek Allahu subhanahu wa taala janë të rënda. Thot Allahu i lartësuar kur e sqaron domethënë tregimin e shpifjes domethënë që e bën munafikat në Medinë. Thot Allahu i lartësuar: idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Thot kur ju e përhapshi këtë fjalë në mesin tuaj dhe e shpërndajshi me gjuhët tuaja, duke menduar se kjo është diçka e lehtë, wa huwa inda Allahi azim. Mirë po kjo tek Allahu subhanahu wa taala është diçka shumë e madhe. Po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam ju drejtohet shokëve të tij duke i thënë: e tadrune menil muflis, a e dini se kush është i falimentuar, kush është i bankrotuar? Than sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: el muflisu indana, i falimentuar tek ne është ai që nuk ka dinar dhe dirhem, do të thonë s'ka pare, ai te ne konsiderohet i falimentuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: el muflisu min ummati, i falimentuar, i bankrotuar prej umetit tim është ai i cili do të vinë ditën e gjykimit me plot namaz, me plot agjerim, me plot zeqat, me vepra të mira sa kodrat. Mirë po thot, shete me hadha, e ka sharë këtë, wa kadhafa hadha, ka bërë shpifje për këtë, wa qatala hadha, e ka vrarë këtë, wa akala mala hadha, ja ka marë pasurin këtij tjetrit.